Kjo është vetëm pak nga performanca e veçantë që do të mund të ndiqni në Teatrin e Operës dhe Baletit mbrëmjen e sotme. Këta të rinj kanë mbërritur nga Kina për të sjellë shihen aziatike në kryeqytet. Pjesëtarët e një çadre cirku në Kinë, por njëkohësisht edhe balerinë e studios të arteve marciale, pritet të sjellin sot në Tiranë një spektakël tërësisht ndryshe nga ato që keni shijuar gjatë sezonit artistik të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Jemi shumë të lumtur që do të performojmë sot në teatrin tuaj, pasi përtej marrëdhënieve shumë të mira që ka populli kinez me atë shqiptar, ne sot performojmë për herë të parë këtu në mënyrë që të njihemi edhe më mirë. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm për të njohur kulturën e një populli mik. Ne do të sjellim një spektakël me muzikë kineze, me vallëzim kinez, një balet që ndërthuret me artet marciale, eksaktësisht me kung fu, një lloj arti që me siguri e njihni. Por pavarësisht se në King Kung Fuja është një lloj arti sport që ndiqet edhe nga femrat, në skenë kjo performancë që duket sa moderne dhe veçantë për ne, po aq tradicionale për ata, interpretohet nga një grup djemsh. Megjithatë, në këtë spektakël nuk do të mungojnë artistet femra që do të sjellin muzikën dhe baletin më klasik. Të tilla ngjyra të bukura premtojnë organizatorët për të gjithë spektaklin që e pret publikun kryeqytetas pa bileta.